Venus titullohet ekspozita që do të çelet te Muzeu i Fotografisë Marubi në Shkodër, mbrëmjen e kësaj tenteje më 20 mars në orën 18. Teatri 15 ditë prilli me autore Anisa Markarian dhe regjizore Driada Dervishin do të shfaqet nga 20 deri më 23 mars në orën 20 në skenën e Teatrit Kombëtar pranë Artur Binës në Tiranë. Këtë të mërkur, në 19 mars, shënohet edicioni 10 i International Albanian Brass Festival. Në orën 18 në sallën Black Box të Universitetit të Arteve do të interpretojë një ansambël vienez i quajtur Alpha Triangle. Muzikali Matilda vion të shfaqet në skenën e Teatrit Migjeni në Shkodër edhe mbrëmjen e kësaj të mërkure, të njëjtën dhe të premten, çdo ditë në orën 12:30. Më 20 mars në orën 17:30 në shtëpinë Kadare do të prezantohet libri i ri Mon Amour nga Arbeni Meri. Këtë të njëjtën më 20 mars në orën 19 në Universitetin e Arteve do të mbahet një koncert recital nga pianistja Era Kume. Komedia Klani i të divorcuarave do të vijojë të shfaqet te Teatri i Kukullave edhe mbrëmjen e kësaj të njëjtëje dhe gjatë gjithë fundjavës në orën 20. Probleme me pijen është komedia që do të vijojë të shfaqet edhe mbrëmjen e 20 marsit, por edhe disa net në vijim në skenën e Teatrit të Metropolit në orën 20.